Unë jam vite që jetoj në Itali edhe këtu një pjesë e turistave që vinë këtu, vinë jo vetëm për territorin që është fantastik, por edhe për pjesën e ushqimit, gastronomia është një nga pjesët më të bukura të ndërthurura me turistët, se turistët nuk është se vinë në Shqipëri dhe nuk do provojnë kuzhinën shqiptare, normal që do e provojnë dhe është një pjesë që duhet ne të gjithë të sektorit, domethënë të restoranteve, të mikpritjeve, e çdo gjë duhet të shtyjmë shumë te kjo pjesa e gastronomisë shqiptare për t'i dhënë një identitet edhe kësaj aspekti, sepse Shqipëria është shumë e bukur siç ne dimë nga të gjitha anët, por edhe ushqimi jon shihet tona mesbetare janë shumë të rëndësishme që ne duhet t'i vlerësojmë akoma më shumë edhe t'i japim mundësi që një ditë të jetë një turizëm edhe për sa i përket domethënë gastronomisë, jo vetëm mrekullisë natyrore që ne kemi në Shqipëri. Kështu që mendoj që është pjesa një ndër pjesët më thelbësore të çdo vendi, ushqimi.